Përshëndetje miq, doja të ndaja një shqetësim të madh me juve sepse në datën 11 maj, ditën e zgjedhjeve, kur shqiptarët do shkojnë të votojnë për parlamentin e ri shqiptar, zhvillohet turneu i ciklizmit nga më të famshmi Giro d'Italia në 11 maj. Dhe rrugët patjetër do jenë të bllokuara. Si do lëvizin shqiptarët? Shikoni pak të ja dhe faqja e Giro d'Italias, data 11 maj 2025, 160 kilometra do jenë të bllokuara për ciklistat. 160 kilometra do jenë të bllokuara në Vlorë, nuk i dihet distanca, ku fillon e ku mbaron, por natyrisht do jetë e pamundur që qytetarët shqiptarë të lëvizin për të shkuar në zonat e tyre ku kanë gjendjen civile dhe janë të regjistruar për të votuar që të japin votën e tyre. Është ky një plan djallëzor i kryeministrit që të bllokojë rrugët e Shqipërisë në mënyrë që njerëzit mos të shkojnë të kenë mundësi të lëvizin, sepse edhe të nesërmen e datës 11, ditën e hënë, përsëri do ketë turne ciklistik. Kjo është një skandal shumë i madh, një provokim shumë i madh, se unë për shembull që jetoj në Tiranë, imagjino të shkoj në jug për të votuar ku kam gjendjen civile, do jenë rrugët e bllokuara. Ju përshëndes se duhen marr masa për këtë gjë.